Rasin konkret, është dhënë një lajm, se po shkojmë nga një temë, por lidhen. Është dhënë një lajm që ka dalë një dokument paktën që autoriteti rrugor shqiptar nuk e ka marrë në dorëzim apo nuk është bërë kolaudimi i tunelit. Askush nuk e thotë. Dhe ishte dokumenti janari 2026. Është apo s'është e vërtetë kjo gjë? Pikërisht, dhe nuk flet Dhe njëri. nëse nuk është marrë në dorëzim, nuk është bërë kolaudimi teknik që çon tek marrja në dorëzim, pse lejohet qarkullojnë qytetarët në një segment të pa kolauduar mbi sigurinë teknike, për çdo gjë, jo vetëm për tunelin, vin si pasojë, thash, morëm shkak nga i Albania dhe nga Akshi. Kjo do t'jetë gjëja më e pakët, që edhe kur ndodh një incident në një shkollë, një fëmijë plagoset me thik, krijohet paniku, prindrit braktisin punën dhe të gjithë vrapojnë ke shkolla të marrin fëmijët. Rreziku më i madh është që fëmijët në përpjekje për dalë nga shkolla shtypin njëri tjetrin. Dhe menaxhimi i këtyre situatave bëhet fillimisht me komunikim. Del dikush dhe thotë mos u shqetësoni, nuk ka asnjë rrezik. Personi që ishte armatosur u neutralizua, mbaroi historia. Sqarohet më prindi që ka fëmijë nga shkolla. Tu nuk del njeri të bëj këtë gjë. Po mbaj standardet të dy fishta, pra. Kjo është sepse jo është edhe çështje standardi se tunelin e marrin në dorëzim dhe na lejojnë ne që të shkojmë atje dhe ta përdorim pa e kolauduar. Ndërkohë thot për banesat që ja ka vënë detyrim tani të gjithë subjekteve ndërtuese, nuk mund të shitet asnjë banesë pa u bërë akt kolaudimi dhe leje shfrytëzimit për efekte të sigurisë. Kështu duhet ndodhë. Kështu duhet të jetë. Po si ka mundësi që një vepër arti, tunel, me atë rëndësi dhe me atë përgjegjësi të madhe të merret dhe të hapet për shfrytëzim pa një akt kolaudimi. Dhe shkojmë prapë te përgjegjësia, nëse ndodh kjo çarja. Logjikisht paktin e kolaudimit ajo nuk duhet marrë në dorëzim nga enti në dorëzim dhe nuk mund të shfrytëzohet. Enti pronar që është nuk e di mendën nëse ka një akt marrje në dorëzim apo nuk është marrë në dorëzim. Nuk flet institucioni pra. Është një njëjta gjë si kur llogaran, edhe llogaran. Po si ta dimë kur nuk del publikisht, po doli diçka në media që po themi. Po sot është publikuar një dokument sot që nuk është bërë kolaudimi i tunelit Murrizit. Por edhe dyshimi më i vogël të dali, duhet dali autoriteti përkas dhe thotë që jo, nuk qëndron ose qëndron sepse është kjo situatë. Ata e kanë për detyrë. Ktu janë hapur rrugë, se kjo është gjë që ndodh rëndom, janë hapur rrugë pa u mbyllur komplet projekti. Dhe janë inauguruar nga kryeministri, nga kushdo, për arsye sepse ka qenë thjesht për interesat momentit para zgjedhjeve, afër zgjedhjeve e tjera. Dhe nuk ka ndash me ditë për cilësinë, për sigurinë, për si janë mjetet. Flet njëri këtu për sigurinë rrugore, s'flet për sigurinë ushqimore, s'flet as institucion. Por u çajo rruga e Ploçës, rruga e Mokrës që kalon për Mokër, përveç shëmbjeve që kanë. Aferë korruptive. Është çarë në një pjesë të saj mes, është inauguruar 3 herë. Nuk ka asnjë njoftim zyrtar çfarë ka ndodhur, pse ka ndodhur dhe çfarë po bëhet për të mos ndodhur. To mund të pa marrë përsipër të bëjmë asë geologun, asë inxhinierin, se për atë punë... Jo, janë fakte që... Rëshkiti dhe shpati i rrugës Elbasanit në Ib, shpati malit që e vonoi rrugën me një vit e ca, ishte një... Po, tek rruga e re, para tunelit. Para tunelit, gjëra që mund të ndodhin, por unë po përpiqem të kuptojmë rëndësinë sepse u pre në bazë gjitha jo pjesë edhe u devijua traseja nga ana tjetër e lumit në këtë anë të lumit, pastaj u krijuan gjitha ato komplikacione. Aksidente ndodhin. Gjëra të përparashikuara me tokën ndodhin. Ndodhin në gjithë botën, s'është vetëm këtu. Po tjetë aksident, po jo tjetë një punë e pa bërë mirë. Është çarë dhe kompania. Edhe vjedhur. Kompanisë nuk është marrë akoma në dorëzim vepra, atëherë i thotë mbaj përgjegjësinë ti, koston ti. Unë do të ta marrë me letra, kur ti ta kesh ashtu si që ke në projekt, dhe historia është shumë e qartë në këtë rast. Nëse ky ka marru punë shpejt me letrat dhe këto pasoja tani do të kompensohen sërish nga buxheti, kjo është tjetër histori.